Përshëndetje nga kuzhina Njerit, sot kam vendosur përgatit bukë të shishme që ju knoqin pa mok. Krejt që kana nevojitën prej piperzve janë 1 kg miell, 3 lugë të gjellës vaj, 40 gram mojat bukës, 1 lugë gjellës krip, 1 lugë gjellës me sheqer, 350 ml me qumsht, 350 ml me ujë të ngrohtë. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Tek qumshti hedhim kripen, sheqerin, mojat bukës të freskët ose mojat bukës një paqet pluhur, 3 lugë të gjellës me vaj. I përzina deri te tretet prova. Kripa, sheqeri edhe moja e bukës. E kemi përzi, tashti hedhim tek mikseri, shtojna edhe 350 ml me ujë të ngrohtë, e çojna mikserin edhe përzina brumin me mikser ose me duar ju. Tek kemi përzi edhe brumin e nali mikserin, pak minutë e drasfa qesin, e ngjeshim edhe qesin me një ynë, ku e lojna të mbuluar me ujë dyfishu për 4-5 minuta. Bas 45 minutave e largojna salvetën që kemi mbulu pra edhe brumin me ujë dyfishu, tash e hekun edhe folin ajlon. Tash morrim mijët edhe qesim tek drasa e kuzhinës, e shprazim pra edhe brumin. Bismillah. E shtrina kështu me duar, palosim kështu, edhe duke i rënë kështu me duar, shkojmë duke e mbështjel pra kështu. Tepsin e kom lyj me gjallë, mundin edhe me vaj, po me lyj në kolhidhje. Edhe qesim bukën tash me tepsi. E lojna të mbuluar me një salvet edhe për 15 minuta. Bismillah. Bas 15 minuta e largojna edhe salvetën që këm mbulu bukën. E kom marrë 1 lugë të gjellës që to që kom përzi me vaj ulliri, edhe 3-4 lugë të gjellës me qumsht i përzini, bën edhe me vaj normal, edhe bismillah e lyna bukën për mi. Furën e kom shumë në nxehtë temperaturë 190 gradë, pra që tjetë e nxehur. Si të lyna për mi, me njëre fusim pra bukën në furën e nxehur në temperaturë 190 gradë që pjeket. E kemi lyj bukën, tash me njëherë fusim pra tepsinë e furën e nxehur. E kom hek edhe bukën prej furrës, e kom lënë pra në temperaturë 190 gradë për 35 minuta që të pjeket. Pe shifni mashallah. Çka shkon tjetër pas ul me suxhuk e kom përgatit sot pra. Ka herë s'kemi hamur kështu që era të frytena. Ma që më unë sikur në istag me qava. Pasol me suxhuk të Kosovës që kemi shti vetë, salat, anash, buka, nxehtë, më uanë ku Allah i na vëran. Kështu që elhamdulillah për gjithçka, në beft mirë neve, juve po ashtu nëse përgatitni. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni, komentet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina Njerit. Të them miru pa ufshim.